përshëndetje të dashur miq. Sot pranë jush dua të sjell një histori shumë të ndjerë, një histori shumë të dhimbshme që në fakt më ka tërhequr vëmendjen dhe doja ta ndaj me ju. Këtë histori tek kanali im e ka shkruar Arsida, që me shumë krenari tregon atë dhuratën e bukur që Zoti ja solli në jetë papritmas. Në një qytet të vogël, ku fjalët udhëtojnë më shpejt se era, dhe ku rrugët njihen më mirë se vetja, jetonte Arsida, një vajzë me zemër të pastër dhe shpirt të thellë. E rritur me dashurinë e prindërve, ajo kurrë nuk e kishte vënë në dyshim të kaluarën e tyre. Baba i saj, një burr i qetë dhe gjithmonë i kujdesshëm, nuk fliste shumë për jetën e tij para nënës së Arsidës. Ishte si një libër i mbyllur që askush nuk e hapte.